Normal që nuk e din jeta se nuk jeton fushë Kosovë, është turist fushë Kosovë. Besa, shtu në dilla vjen jeton fushë Kosovë. Dhe është një 4 hur dhe janë dëmtu qytetarët e fushë Kosovës me të madhe, me miliona, për shkak të keqpërdorimit të një komunës me leje të ndërtimit. Ne duhet me bërë një dallim sepse kërkesat që vijnë për legalizim janë kërkesa mas hartografisë që kanë ndodhur rapimet në vitin 2018 dhe vetëm në gjendje të tilla ekzistuese hyn në procesin e legalizimit në bazë të ligjit dhe në bazë të udhëzimit administrativ. Me këto, do të në kuadër të këtij kuadri ne kemi pas 662 kërkesa që kanë ardhur në komunën e Fushë Kosovës, prej tyre 511 janë legalizuar, pjesa tjetër është në proces. Sa është, veç 100 janë procesi pas te për para, janë për para kërkesat? 662 janë legalizu, ka përfundu procesi, 511 janë 662 kërkesa kanë qenë, e këto tjerat pa legalizu prej 2000-ës? Tani ka kërkesat e vazhdueshme që e kanë shtuar atë numër që vinë pas vitit 2018 dhe që natyrisht nuk mund të trajtohen në kuadër të kësaj kornize ligjore që ka të bëjë me legalizimet, ai është një proces i ndarur në një proces tjetër. Qysh zgjidhet ai proces? Ti po bësh kryetar, nëse bësh kryetar, qysh e zgjidh? Zgjidhja do të nuk është as e lehtë, po është që duhet me u përballue. Për të gjitha ndërtimet, ashtu si që kemi fillu, që janë pa leje, janë mbi 200 që kemi rënu vetëm gjatë 2 muajve të fundit. Kur po folim për kërkesa, nuk ka të bëj vetëm për solitera, janë shtëpi individuale, janë bizneset e vogla, janë ndërtesat e mëdha dhe natyrisht ato që nuk i plotësojnë kushtet janë duke u hequr. Hasan, sa prej këtyne do t'i trajtoni deri në fund mandatit? Të gjitha. Të gjitha. Do të ka kapacitete komuna me prunë 0-0? Po, veç po ta shpjegoj. Të gjitha ndërtimet që janë bë pa leje deri në vitin 2018 legalizohen sepse legalizon ligji mbi legalizimin që është nivel qeverisë dhe ka votu Kuvendi i Republikës Kosovës. Objekte që nuk mund të legalizohen... Ama nuk legalizohen bo që ati ligji ato që janë prona publike? Nuk legalizohen që ato? Po, legalizohen edhe ato. Po ta shpjegoj. Ato që nuk legalizohen e kanë një problem tjetër. Kanë fillu shumë heret më ndërtu, qeverisja aktuale, për me ngrit ndërtimin, për interesa nuk unë si kuptoj pse, ka leju me u pagu taksa me rata. Dhe ndërtusit ka ardhë, ka apliku për leje ndërtimore, e ka pagu një ratë 10.000 euro, 5.000 euro, ka fillu me ndërtus, ka pagu mo kur gjëjq, dhe ka met kështu, ligji, ose atje kush e ban, legalizimin objekteve nuk e lejohet sepse ajo është në procedurë të borxhit. Ka borxh dhe nuk ja lejon ligji me legalizu. Atëherë, çka duhet me bëna? Për me i ndihmu qytetari që e ka bli atë banesë dhe ka met asanejas kënej me një vendim të kuvendit, ato borxhet të cilat kjo qeverisje nuk ka mujt me akumulu, kanë met ashtu, do t'i falim me një vendim të kuvendit dhe e legalizon mandej shumë letë ligji. Rahim, sa pri këtyne 10.000 aplikime që për afërsisht 7.400 i kemi, që kanë apliku për legalizim, i trajtojnë dhe i në fund mandatit? Po, do të me trajtu të gjitha, sepse ki obligim ligjor edhe më koordinu me nivelin qëndror, bashkëpunim me nivelit qëndror, ka hapësir ligjore për më ju dhanë zgjidhje. Bëhet një komision, komun, qeveri, ku kanë përgjithësi si Ministria për Shtetit Lokal, gjithashtu edhe Ministria e Ambientit e cila nuk është e pafajshme në ndërtime dhe lejimin e 4 hurës që ka leju më bo në Fushë Kosovë, pa mërë parasysh e cila qeveri. Ne në Fushë Kosovë duhet ja hekim këtyne logët partive, sepse sekretar i komunës ki përgjithësi ekzekutive dhe ligjore me marë vendimet vetë, edhe mos me leju një 4 hurë që shkanë leju këto qeverit e kalune në pushtetin lokal. Kështu që zgjidhje ka, po qka është një problem pak që donë më shumë punë dhe më shumë përkushtim, se donë kohë energji, ndërtimet që kanë betë në gjysmë, ku janë dëmtu edhe pronarë të tokave, ku janë dëmtu me qindra qytetarë, sepse ka ikur ndërtusi dhe nuk janë një ndërtesa apo 2, po janë 10 dhe është një 4 hurë dhe janë dëmtu qytetarë të Fushë Kosovës me të madhe, me miliona, për shkak të keqpërdorimit të një komunës me leje të ndërtimit. Faleminderit, Valëm Breza, sa i trajton ti për qëtër me 7.400 dhe në fund mandatit? Por këto 7.400 që mënej që du të mu trajtu krejt, po unë mënej që ko halo ma shumë, e ndru me jeta. Ti pas këtë dhonët të 2015. Që dërti Fushë Kosovë na e këna po qa u bo. Po me rona që është, qytetarëve që dojmë legalizu, kur shkojnë ati, akumulojnë borgjën që kanë lënë kompanit për ta, të leja ndërtimore. Disa kompani kanë falimentu.
Përveç asajna, pa u pagu borgji, kanë dhënë leje komuna për me ndërtu ndërtesa të reja. Këtu e kena problemin, shkon një qytetari fushë Kosovës me legalizu pronën e vetë, me marrë fletën poseduese, cilën e ka me kontratë kur është marrë vesh me bashkë ndërtuesin, nuk i jepet komunës se thot kompania ka mbet bërsh, bënë një bashkë këtë banor të pagunë një borgjën e kompanisë, që është e jashtëligjshme kjo që ju bëhet për zyrtarëve të komunës. Konkretisht për politikës të komunës. Ç'është gjithë këtë problem? Na menojmë, do të më bërë regjistrim dhe evidentimi plot i komplet ndërtesave që janë pa leje. E para, proces transparent legalizimit, digitalizim procesit, mu digitalizu e mu letu si proces, edhe nga ona tjetër veprim i prem për ndalimin e ndërtime pa leje në vazhdim. Sot besoj që ka prap ndërtime pa leje që vazhdojnë. Faleminderit, Vildane. Po jetë edhe kisha vazhdu me një formim të komisionit prej ekspertëve, por me verifiku të gjitha lëndët që dërzuhen. Bile këtë grup e kisha bo edhe me antarë tjerë të partive, për të mirë qytetarëve, por tutje kisha vendos një dalim gjithmonë duhet me pas parasysh me pa dalimin mes nevojës dhe reales, dhe me thonë ka shumë banesa që janë ndërtu, që janë të shfrytëzoshme, ndërsa të tjerat ka nisë një katë dhe janë në lanë gjysë. Në këtë farë lloj hapësire, nëse kish pas mundësi një rrugë bashkëpunimi me ata pronarët e tokëve, me rikthyt pak dhe me një hapësirë gjelbruze për këta qytetarë me i legalizu në format të tjera, por këto edhe të tjera do të i kisha bo bashkë me e grupin që më kishë ndihmu në këtë aspekt. Besnik, kërkove replik. Jo, vetëm ndoshta me qartësu se procesi legalizimit është procesi veçantë, nuk është puna a shkojmë na me evidentu. Thot liçi ka para po afatet kohore kur të gjithë ata që duan të marrin pjesë në procesin e legalizimit, duhet të bazë procesi legalizimit të regjistrohen. Ka kalu ky afat, është vendim i organeve qendrore, e kanë marrë një afat shtesë, të gjithë ata që duhen me legalizu e bojnë aplikimin e tyre. E dyta, po, ka probleme me ata... E bojnë aplikimin komun, komuna duhet me trajtu. Komuna e trajton e bashkëme komisionin për kaç pranisë. E dyta, thot, po, ka taksat e cilat janë të papagume. Dhe në bazë të taksave... Edhe që ka dalë Besnik, a e ka quti kush qëta ndërtues që kanë me bërë qytetarëve? A i ka guxu me shumë përmbarim? Ka raste... Komuna me shumë? Po, ka raste që janë shkumë përmbarim. A ke quti, soj jeni aty si në këta? Kemi situata specifike. Ka raste kur nuk ekziston me ajo kompani. Fare, është shumë. Aty ku ekziston, a ke qumë përbarim? Ka raste që janë shumë përbarim. Ka raste kur ka arme kërkesën tjetër dhe nuk është dhënë leja ndërtimit derisa të plotësohen kushtet dhe ka një përparim këtë. Ska janë plotësim kushte? Plotësim kushte me pagu borxhet, a plotësim kushte për ndërtesë tre? Jo, me pagu borxhet e asaj tjetër për me ujt me vazhdu aktivitetin ekonomik. A është e mundën që ju ka dhënë leja dikujt pa i kry borxhet? Nuk e di a është e mundun, sepse do të po flasim për 200 leje për 4 vite që janë dhënë. Jo, është një proces i cili kryet mbrana drejtorisë përkatëse. Dhe unë nuk do të vi këtu të thonë jo s'ka. Drejtoria përkatëse nuk e ka urdhrin, Besnik, prej juve, nuk e ka urdhrin mos me dhënë leje nëse kemi borxh do qytetarëve. E ka, do të kemi shërtu të gjitha mundësit. Njëra nga mundësit ka qenë me trajtu punën e faljes. Problemi i faljes se borxhe në raport me komunën është i pamundshëm se falja duhet bëhet vetëm me ligj veçantë, vetëm nga parlamenti. Palon? Po, të evidentimi, që është jashtë që do të mu evidentu edhe me fitu komuna tyra për i tatimin pronë. Këtu lidhët edhe komplet procesi. Tjetra, normal që nuk i din jeta se nuk jeton Fushë Kosovë, është turist Fushë Kosovë. Besa, shtu në dila vjen jeton Fushë Kosovë. Prandaj janë këtu probleme që nuk i din. Ja, unë jetoj edhe veproj në Fushë Kosovë, të në kohën. Zotë një jashtë turist,